Në seancën e sotme parlamentare, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi njoftoi se interpelanca me kryeministrin Rama e kërkuar me urgjencë nga deputetët e PD për Smart City nuk pranohet. Kam kthyer përgjigje për mospranim dhe një kërkesë urgjente për një interpelancë nga grupi parlamentar i PD-s. Nga shërtimi i saj, rezulton se objekti nuk lidhet drejt për drejt me një veprim apo mosveprim konkret të Këshillit të Ministrave, por mbështetet në raportime mediatike, emisione investigative dhe pretendime nga palë të treta. Kërkesa nuk përmbush natyrën dhe qëllimin kushtetues. Kërkesa për interpelancë urgjente nuk pranohet, tha Peleshi. Në një ceremoni zyrtare në Abu Dhabi në prill 2024, ish ministri i Brendshëm Tauland Balla nënshkroi një memorandum mirëkuptimi me kompaninë Presight AI, pjesë e grupit G42, me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Marrëveshja parashikon instalimin e një rrjeti të avancuar kamerash dhe radarësh në qytetet kryesore të Shqipërisë, që premton të rrisë sigurinë publike dhe të transformojë menaxhimin e trafikut përmes teknologjive bashkëkohore, përfshirë inteligjencën artificiale. Megjithatë, marrëveshja e klasifikuar si sekrete nga qeveria shqiptare ka ngjallur shqetësime midis aktivistëve të drejtave të njerëzit dhe ekspertëve të privatësisë, të cilët paralajmërojnë për potencialin e abuzimit dhe mungesën e transparencës në projektet e këtij lloji. OSBE-u DIR ka publikuar një opinion urgjent për projekt ligjin e ri për financimin e partive politike në Shqipëri. Sipas dokumentit ODIR, thekson se projekt ligji krijon një strukturë më të detajuar për të ardhurat, financimet dhe shpenzimet e partive politike. Financimet dhe shpenzimet e partive politike. Një nga risitë kryesore është krijimi i platformës elektronike të raportimit, që synon publikimin në kohë reale të dhënave financiare. Projekt ligji parashikon gjithashtu forcimin e rolit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në auditimin dhe monitorimin e financave partijake. ODIR vlerëson edhe kufizimet më të forta për transaksionet kesh, si dhe forcimin e mekanizmave të kontrollit të brendshëm dhe të jashtëm. Humbja e pushtetit nga Viktor Orban në Hungari duket se ka vënë në lëvizje rrjetin ekonomik të ndërtuar prej tij ndër vite. Një nga njerëzit më të fuqishëm të kësaj skeme, biznesmeni Gelerd Yazaj, po tenton të zhvendosë dhe zgjerojë influencën në Ballkanin Perëndimor, duke përdorur Shqipërinë dhe Malin e Zi si bazë të re për investime strategjike. Yazaj, aksioneri kryesor i grupit 4IG dhe pronari One Albania, brenda pak ditësh ka zhvilluar takime në Tiranë dhe Podgoricë për projekte të mëdha në telekomunikacion, data centera dhe infrastrukturë digjitale. Lëvizjet e tij vijnë në një moment kritik për 4IG në Hungari. Kryeministri i ri Petër Maxhar ka paralajmëruar auditime, hetime dhe ndërprerje të kontratave shtetërore për kompanitë që u fuqizuan gjatë viteve të Orbanit përmes lidhjeve politike dhe favoreve shtetërore. Gazetari Artan Hoxha ka thënë se Akshi është si qeveria paralele e Shqipërisë, duke argumentuar se publiku nuk e ka kuptuar kurrë peshën reale të këtij institucioni në kontrollin e sistemeve strategjike të shtetit dhe në ndikimin mbi sigurinë kombëtare. Sipas tij, përmes fuqisë financiare dhe ndikimit në media, Akshi ndërtoi një imazh të paprekshëm, ndërsa në prapaskenë operonte si një instrument për kontroll politik, ekonomik dhe mediatik. Hoxha shkoi më tej duke e cilësuar Akshin si formën më industriale të përdorur nga pushteti për të vjedhur taksat e shqiptarëve dhe për ndërtuar një simbiozë të paprecedent mes shtetit dhe botës së krimit. Nga fillimi i konfliktit në Iran, çmimet e karburanteve në vend prej gati 3 muajsh vijojnë të mbeten në nivele të larta, duke ndikuar në koston e operatorëve të transportit publik, me qëllim që operatorët të mos gjenden shumë shpejt në pamundësi financiare për përballimin e kostove nga çmimet e larta të naftës. Kërkohet zgjatja edhe me 3 muaj e periudhës së përfitimit të kompensimit, konkretisht për muajt korrik shtator. Në mbledhjen e fundit të qeverisë u miratua vendimi për dhënie kompensimit të naftës në nivelin e 50 lekëve për litër për një afat 3 mujor nga muaji mars deri në maj. Në letrën drejtuar qeverisë, përfshirë Ministrisë së Pushtetit Vendor, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Energjetikës, Shoqata e Transportit Publik Qytetas, në përfaqësim të operatorëve të transportit publik qytetas, rreth qytetas dhe ndër qytetas, ka kërkuar zgjatjen e afatit të zbatimit të kësaj mase mbështetëse edhe për një periudhë shtesë prej 3 muajsh. Gazetari investigativ italian Nello Trocchia ka folur për fuqizimin e grupeve kriminale shqiptare dhe lidhjet e tyre me organizatat mafioze në Itali. Sipas Trocchias, mafia shqiptare ka ndërtuar ndër vite një strukturë të organizuar dhe fleksibël, që i ka mundsuar të zgjerohet shpejt dhe të krijojë marrëdhënie të forta me grupet kriminale italiane. Ai theksoi se sot ekziston një ndërturje e fortë mes mafias shqiptare dhe organizatave kriminale italiane si Ndrangheta dhe Camorra, veçanërisht në aktivitetet që lidhen me trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Sipas Trocchias, bashkëpunimi mes tyre shihet në bizneset ilegale, rrjetet e furnizimit me lëndë narkotike dhe aktivitetet financiare të palikshme. Gazetari investigativ
deklaroi gjithashtu se Italia ka shërbyer si një palestër për grupet kriminale shqiptare që prej viteve 90, periudhë gjatë së cilës shumë trafikantë shqiptar krijuan lidhje të drejtpërdrejta me botën e krimit italian. Sipas gazetarit, pas më shumë se 3 dekadash bashkëjetesë dhe bashkëpunimi kriminal, raporti mes mafias shqiptare dhe organizatave italiane nuk është më i njëanshëm. Ata janë barazuar. Sekretari Amerikan i Energjisë Chris Wright ka informuar ligjvënësit amerikanë se Irani është tmerrsisht afër zhvillimit të armëve bërthamore gjatë një seance dëgjimore në Komitetin e Shërbimeve të Armatosura të Senatit. Sipas Wright, Irani mban një rezervë uraniumi të pasuruar deri në 60%, me CNN që vëren se uraniumi i gradës së armëve duhet të pasurohet në afërsisht 90%. Pasurimi i uraniumit mbi një prag të caktuar, rreth 90%, do thotë se mund të përdoret për të krijuar armë bërthamore. I pyetur nga senatori demokrat Richard Blumenthal në lidhje me statusin e 11 tonëve të tjerë të uraniumit të raportuar nga Irani, Wright tha se nivelet e pasurimit varionin deri në 60%, megjithëse Irani ka shumë uranium të pasuruar me 20%, të cilin ai e quajti shumë shqetësues. Publikimi i fundit i dokumenteve të deklasifikuara nga Departamenti Amerikan i Luftës për rastet e raportuara të UFO-ve dhe objekteve të pa identifikuara fluturuese ka rikthyer interesin e teoricienëve të konspiracionit dhe studiuesve të fenomeneve paranormale. Në këtë klim diskutimesh, në qendër të vëmendjes është rikthyer edhe një fotografi misterioze realizuar më 6 maj 2011 nga një polic në Taiwan, e cila prej vitesh konsiderohet nga shumë persona si një nga imazhet më enigmatike të lidhura me fenomene të pashpjegueshme. Fotografia u realizuar pranë një liçeni të largët në malet qendrore të Taiwanit, ndërsa polici po patrullonte në zonë. Sipas raportimeve, ai po fotografonte peizazhin malor me telefonin e tij celular, dhe në momentin e realizimit të imazhit nuk kishte vënë re asgjë të pazakontë. Megjithatë, kur më vonë kontrolloi fotografit, ai mbeti i habitur nga ajo që shfaqej në njërin prej tyre. Në sfond mbi një kresht malore, duke një figurë humanoide, e gjatë dhe gjysmë transparente, me tipare që shumë persona i konsideruan të pazakonta për anatominë njerëzore. Figura duke se kishte një kokë të zgjatur që i ngjante asaj të një insekti, gjymtyrë disproporcionale dhe duar që sipas përshkrimeve ngjanin me gishta të lidhur me membranë.